Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi I Zotit qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, ju urojmë nga zemra gëzuar Bajramin e Kurbanit. Gëzuar këtë festë, të cilën e presim me padurim. E sidomos këto vitet e fundit e presim me padurim sepse kemi filluar të takojmë njëri tjetrin vetëm për festa. Kemi filluar të kujtojmë fqinjet tanë vetëm për festa. Do kisha dashur prej Zotit të gjithësisë që këto festa të paktën t'i kishim një herë në muaj, që të bënin sebeb të takojmë njëri tjetrin. Vëllezër dhe motra, qëllimi I Kurbanit është të afrohemi me Zotin e gjithësisë. Por nëse ne nuk dim të afrohemi me njëri tjetrin, nëse nuk dim të kuptojmë njëri tjetrin, nuk kemi për ta kuptuar Zotin kurrë dhe nuk kemi për t'u afruar asnjëherë tek Ai. Neve Zoti na ka krijuar njerëz, na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na dhuruar mendjen dhe logjikën. Ne jemi krijesa të cilat orientohemi nëpërmjet mendjes tonë, besimit tonë, e nuk jemi si kafshët që vetëm nëpërmjet instinkteve jetojnë. Po nëse shohim sot rreth rrotull nesh, duke filluar që nga I pari unë, më duket se instinktet nga kanë dalë para ndjenjave. Nga kanë mbytur veprimet nëpërmjet instinkteve, e nga ka marrë malli të shohim njerëz të cilët mendojnë para se të veprojnë. Kurbani nuk është thjesht të marrim një kafshë, të bëjmë bismillah, ta presim atë edhe të themi Zoti na e pranoft. Kurbani është që nëpërmjet tij të kujtojmë njëri tjetrin, ta ndajmë atë me miq, por jo vetëm atë pjesën e dukshme që është mishin, por të ndajmë dashurinë, të ndajmë ndjenjat, të ndajmë çdo gjë që I përket një njeriu. Bashkë me Kurbanin, sot në Mekë, në Qabe, janë haxhin të cilët plotësojnë haxhin, të cilët kanë sakrifikuar nga jeta e tyre, nga pasuria e tyre, për t'ju afruar Zotit të gjithësisë më shumë. Po të jeni të bindur se që t'i afrohesh Zotit të gjithësisë nuk është e detyrueshme patjetër të jesh fizikisht në Qabe. Që t'i afrohesh Zotit të gjithësisë, mjafton të zgjosh zemrën nga gjumi, ta përmendësh Zotin me zemër dhe të veprosh sipas asaj që të urdhëron Zoti me zemër, e ke Zotin në zemrën tënde. E një njeri që e ka Zotin në zemër është shëmbulltyra më e mirë që mund të japim në faqen e dheut për të kuptuar të tjerët se ky beson në Zotin e gjithësisë. Për të kuptuar se një besimtar është besimtar I sinqert apo jo, vetëm thjesht duhet të shohim se si ecën në rrugë, se si flet me njerëzit, se si sillet me familjen e tij, si sillet me shoqërinë e tij. Askush mos të mashtrohet nga njerëz të cilët falen tërë ditën e mashtrojnë tërë natën. Askush mos të mashtrohet nga njerëz të cilët flasin në emër të fesë, jetojnë në emër të fesë, pasurohen në emër të fesë, e jeta e tyre është më e keqe se një hajduk, jeta e tyre është më e pashpirë se sa një zullumqar. Të jesh fetar do të thotë të jetosh fetar. Të jesh fetar nuk do të thotë të mos dalesh nga xhamia, por të jesh fetar do të thotë të dish ç'është shtëpia, ç'është katandia, ç'është shoqëria.
Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar na urdhon dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Allahu i madhëruar nuk gënjen. Besimtarët janë vëllezër. Por kur shohim nga tresat mes njëri tjetrit, mërim mes njëri tjetrit, atëherë këtu problemi nuk është tek Zoti i gjithësisë, por është tek njerëzit. E nëse ne duam të jemi vëllezër me të vërtetë ashtu siç i takon një besimtarit, na duhet ta zgjojmë të zemër të fjetur, po them të fjetur sepse nuk dua të them të vdekur, por në të vërtetë ne e kemi të vdekur. Vëllezër dhe motra, është bajrami i tretë që unë falë në Vlorë, dhe si në bajramin e parë, ashtu edhe të dytin, tani edhe të tretin, i kam bërë një lutje Zotit i gjithësisë dhe vazhdoj ta bëj, por shpresoj që bajramin tjetër mos ta bëj. E kush është ajo lutje? Që ata vëllezër, ata motra, që po vdesin për ditën e bomba, të ndalohet. I kam kërkuar haxhilerëve që kanë shku, vetëm një gjë kam kërkuar për jush, dua për jush kam thënë, ti luteni Zotit që ju ka obliguar haxhin, e u ka mundësuar të shkoni atje, ti luteni atij Zot që atë luftë në Gaza ta ndaloj. Ta ndaloj për arsye se sa herë që atje bie një bombë, çdo besimtar i dridhet zemra. I dridhet zemra sepse Pejgamberi alayhis salam thot: nuk ka besuar në të vërtetë ai i cili nuk dëshiron për vëllain e tij atë që dëshiron për vete. E kush prej nesh dëshiron që bomba t'i bie në shtëpi? E nëse nuk dëshirojmë për veten tonë këtë, nuk mund të flem rahat kur atje bie ajo bombë, e mbi kë? Mbi fëmijët e vegjël. Mbi ata fëmijë të cilët në fillimet e tyre kujtonin se është lojë, por kur pan se shokët e shoqet po ju vriten për ditë, e kuptuan se nuk është lojë. Falenderojmë Zotin që na ka mundësuar dhe na ka dhuruar me miliona e miliona të mira, por duhet të lutemi atij që nesër pas nesër edhe ne mos bëhemi si ata. Kush na garanton neve se nuk mund të kemi një ditë të tillë? Askush. Por nëse ne dimë të sillemi me njëri tjetrin, nëse ne bëjmë atë që duhet të bëjmë, lutim Allahun që ajo ditë jo, por ditë të bukur apo. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, një besimtar duhet të dijë ta mbështes besimtarin, ta mbështes qytetarin, vëllan, komshin e me radhë. Sepse ne festojmë kur të gjithë jemi të gëzuar. Ne hidhërohemi kur dikush prej nesh ka një hidhërim. E prandaj nëse duam të festojmë, ne duhet të festojmë të gjithë bashkë. Ashtu siç na ka hije. Kur emigruan Mekasit për në Medinë, Medinasit vendalit, hapën shtëpitë e tyre, i pritën Mekasit, me pasuritë e tyre, me çdo gjë. Dhe falenderoj Allahun e madhëruar që neve na e kaloi në histori një gjë të tillë. Kur lufta në Kosovë ndodhi, ne hapëm dyert e shtëpive tona dhe pranuam vëllezërit tanë e i ndihmuam me aq sa kishim mundësi. Zoti këtë na e dha që ta jetojmë dhe ne e dimë çfarë do të thotë kjo. Ata vëllezër dhe motra që sot po luftohen atje, nuk po i lënë as të shkojnë pun tjetër që të strehohen, por duan t'i shfarosin. Allahu i madhëruar ata i ndihmov, zullumqarët i shkatrov, i shfaros ashtu si kërkojnë të shfarosin, e neve inshallah Zoti na gëzoft në vite të shumta me familjet tona, me njerëzit që kemi për zemër. Edhe një herë gëzuar Kurban Bajramin,
Zoti ju apranoft kurbanet atyre që kanë bërë njët për t'i bërë, e atyre që do t'i pranojnë, po përsëri Zoti ju apranoft, Zoti ju shpërbleft.